kjo shkelje e rënd, praktik e pazakont, është sjellje e mbrapsht politike për cilën nuk kemi arsyetime. Këta jo që s'kan shumicë, por këta s'janë as afër shumicës. Që nëse ti ke dëshiru me mbyll seancën, çka ka rëndësi sa deputet janë prezent. Duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pse su rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë. Zoti Dehari ndërpreu seancën pa pasur votim formal dhe pa i konsumuar pikat e rendit ditës, gjë që përbën shkelje procedurale. Tashmë kanë shumë të qartë se kush janë bllokuesit e vërtet të seancës konstitutive. Kryesuesi që rastis të jetë më i vjetri në moshë, rastis të jetë nga partia e parë, pa të drejtë kundër praktikës kushtetuese, kundër rregullore së Kuvendit, ndërpreu seancën e sotme, ndonë se kishte kvorum të mjaftueshëm, ndonë se kishte kushte për votim të raportit të komisionit verifikues. Sinqerisht, është përkeqardhje kjo praktikë e re bllokuese e kushtetueshmërisë së Republikës Kosovës, institucionit më të lartë dhe nevojës urgjente të popullit të Kosovës dhe Republikës Kosovës për të pasur institucione sa më parë. Edhe një herë, kjo shkelje e rënd, praktikë e pazakont, është sjellje e mbrapsht politike për cilën nuk kemi arsyetime, por gjithsesi do të mbillemi pas 48 orëve për shprehur sërish qëndrimin tonë të njëjtë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në mënyrë të organizuar kanë ortu me pengu seancën, ja ku i keni skenarin. Skenari ka qenë i qartë. Skenari dhe vetmja punë që ka pas sot kryesuesi i seancës është me ardhur dhe me dhonë të nderuar konstatoj sa janë pranishëm dhe vazhdoj me punimet me hudhë në votim që do miro edhe një mikrofon, s'po i vendos një mirë, dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Pra, sot ka pasur uzurpim partijak të institucionit përfaqësues qytetarëve të Kosovës. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, të hudhet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesuesi i seancës për me arrit qëllime partijake politike, e cilat janë ato, besoj po e dini qartë. Këta jo që s'kan shumicë, por këta s'janë as afër shumicës. Të nderuar, mbas veprimeve të sotme, unë besoj se zoti Kurti nuk mundet të del dhe të deklaroj se opozita po e bllokon punën institucionale dhe konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Ne sot ishim prezent, e pa që kërkua një konsultim dhe kërkoshe me ble kohë që deputetet edhe njëherë të formohet komisioni ad hoc për verifikimin e mandateve, gjë që s'ka pas nevojë dhe ne konstatuam se s'ka nevojë sepse një raport i tillë ka ardhur në seancën plenare dhe me shumicë votash është miratuar edhe pse ka pas vota kundër edhe ka pas abstenime. Ne kemi prit që seanca të vazhdoj, ashtu edhe i tham në konsultime që duhet vazhdoj në pikën që ka ngel, që ka qenë votimi i raportit, sepse në fakt aty ka ngel seanca konstituive e para 48 orëve dhe ne pritëm që të ketë votim, ndërsa krejt rastisht konstatoj sa deputet janë prezent, që nëse ti ke dëshiru me mbyll seancën, çka ka rëndësi sa deputet janë prezent në sallën plenare dhe pas konstatimit të numrit të deputetëve tregoj që meqense s'ka pas konsensus, ne do e mbyllim seancën edhe seanca tjetër do të jetë pas 48 orëve. Kjo është antikushtetuese, është antiligjore, sepse në fakt ai është dashur që këtë raport sot ta hull në votim në mënyrë që deputetet sipas dëshirave dhe qëndrimet votojnë pro, kundër apo të abstenojnë. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetes. Unë isha e pranishme në këtë takim, bashkë me mua zonja Kusari Lila, në të cilën jam bashkë edhe në këtë konferencë, dhe Saranda Bogujevci. Pra, ne si subjekt politik, si parti politike, duam ta korrigjojmë vendimin e gabuar të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pra kemi plot vullnet që ai vendim të korrigjohet, por duhet të shohim se cila është mënyra për ta korrigjuar atë vendim. Pse su rikthye në votim? Pse su rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë. Procedura parlamentare thosë se një dokument i cili ka qenë i verifikuar, i nënshkruar, i votuar në parim njëjtë sikur se ndodh me ligje në komisione.
ju ka prezentu seancës, në të cilin ka pas quorum, 109 deputet kanë qenë prezent. Ai është rëzu me vot, ndërsa për procedurën tutje duhet të deklarohen. Nuk munden me thonë veç hedhen votim, për arsye se nuk është kjo çështje e mungesës quorumit. Në mungesë të quorumit, dokumentet hidhen në votim kur arrihet quorumi. Ne kishim quorum, 109 deputet kanë qenë në sallë. Dokumenti është rrëzu. Tani, nëse opozita nuk dëshiron të bisedoj fare as si çka do të bëj me atë raport, ose me atë dokument, po mbesim kështu, ose po drejtohemi, si që përmenda më herët, për një palë zgjedhje të reja. O pyetje për ata pse nuk votuan. Pyetje për zotin Krasniqi dhe zonjën Regjeti. Sa herë si ndërprerje u karakterizua nga një shkelje tjetër procedurale, ku kryesuesi i seancës, në këtë rast zoti Dehari, ndërpreu seancën pa pasur votim formal dhe pa i konsumuar pikat e rendit ditës, gjë që përbën shkelje procedurale. Vlerësojmë që vonesa të tilla të panevojshme dhe të parsyeshme cënojnë jo vetëm rolin ligjvënës e atë mbikëqyrës të kuvendit, por cënojnë edhe besimin e publikut mbi institucione. Opsioni i parë është që të ofrohen ndërheqjet dhe situata të zhbllokohet si e tillë, e opsioni i dytë është që posa të ketë ndonjë marrëveshje politike mbas edhe me anëtarët e komuniteteve pakicë, të kalohet raporti me shumicë të thjeshtë të votave, sepse nuk nevojiten me domos 61 vota, mjafton që të votojnë më shumë se gjysma e deputetëve që janë të pranishëm në sallë dhe që të procedohet tutje, ndonë se ky skenar bart në vete rrezikun e sfidimit në gjykatën kushtetuese.